E ardhmja e njerëzve punë mirë. Për lajmet e së ardhmes flasin shumë ajete, për temën tonë do të marrim 3 ajete për komentim. Në ajetin e parë Allahu i Madhëruar thotë ne duam t'i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t'i bëjmë udhëheqës dhe t'i bëjmë trashëgues. Allahu i Madhëruar thotë se ai do t'i lartësojë ata që u shtypën në tokë dhe do t'i përzgjedhë ata duke i bërë udhëheqës të tokës dhe drejtues. Ata do ta trashëgojnë atë tokë përballë të gjitha qeverive dhe udhëheqësve. Ajeti i dytë thot, atyre nga mesi juaj që besuan dhe bën vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëjë trashëgimtar në atë tokë, ashtu si pa të bërë trashëgimtar ata që ishin para tyre dhe fen të cilën ai e pëlqeu për ta, do ta forcoj e në vend të frikës ai do t'ju dhuroj siguri. Ata më adhurojnë mua e nuk më shoqërojnë asgjë, e kush edhe pas kësaj mohon, të tillët janë ata më të prishurit. Ky ajet flet për premtimin e Allahut që u bën besimtarëve punë mirë. Allahu i Madhëruar do t'i bëjë ata trashëgimtar të tokës dhe do t'i bëjë të jenë udhëheqës dhe se do të marrin garanci, siguri dhe paqe pa pasur fare frikë. Ajeti i tretë ne e kemi shënuar në Zebur, në librat e shenjtë pas shënimit në Lauhi Mahfudh, se me të vërtet tokën do ta trashëgojnë robërit e mi të mirë. Është shkruar në Zebur se ardhmja e tokës është e ardhmja e njerëzve punë mirë, e shoqërisë dhe qeverisjes së punë mirëve. Këto janë tekste kuranore të qarta, edhe ajetet e tij janë me kuptime shumë të qarta. Përmbledhja e tyre thekson se ardhmja e njerëzimit dhe ardhmja e tokës do t'u kthehet njerëzve të shtypur dhe muslimanëve. Qeveria e njerëzve të shtypur do të jetë që do të ekzistojë në fundin e kohës para se të bëhet kiameti.